Do të kalojmë në një moment që e kemi quajtur moment artistik. Artistët tanë të rrallë, e menam, krijojnë, frymojnë, e këndojnë për adheun e tyre, për vendin e tyre, për dashuritë e tyre, për ndjenjat e tyre, për ne, për të gjithë. Vjen sonte për të na kënduar zonja dhe zotëri Shaqir Cervadiku. Shaq, mirë se erdhe. Mirë se u gjejmë dhe shfrytëzoj rastin që u përgëzoj për këtë emision të bukur që ne adhuroni të shtunave. Ju jeni në Bruksel, jetoni viteve të fundit, por frymoni e këndoni shqip për herë për vendin tuaj, për adhen tuaj. Keni kënduar të gjitha llojet e këngëve shqiptare, për adheun, e keni lançuar edhe më tutje epin shqiptar e për dashurinë. Çfarë këngë na ke sjell sonte, Shaq? Sonte për ju dhe për emisionin tuaj kam sjell një këngë premier, cilën ja kam kushtuar bashkëshortës time, cilën e kam humbur para 8 muajsh dhe është këngë premier, e kam punu muzikën para disa kohe dhe falenderoj bashkëpunëtorët që më kanë ndihmuar këtë realizimin e kësaj këngë, Faruk Tashollin, Burim Krasniqin dhe Shpëtim Gashin. Fati deshti që të mos e pres pleqërinë me bashkëshortën time, cilën e kam pas më shumë se bashkëshorte, e kam pas mikët jetës, njeriu më të shtrenjtë të jetës time, por Zoti i Madh i cili na dhuron gjithë të mira në jetë, nganjëherë na i merr edhe të dashurit tonë. Sigurisht, edhe engjujt na dëgjojnë në qiell dhe na duart trokasin për këtë gjë. Shaqir Cervadiku.
për gjysë zemra mu shon. Në për festat e familjes vjen e shkon hije ndër ne. Syte mien, syte fëmijëve, ti gjithmonë betesh e re. Syte tuon tuj kujtue, unë I dogja syte mi. Hiet pa ty. Syte mi, kur vjen vera me verue, s'pas kan flat hiet pa ty. Faleminderit.